Nia për këtë arsye do të shohim të armën. Mos po do me kandidu për president se këgja do fjallë? Nuk I dihet, pavarësisht 1000 dikun. Grimim, flokët edhe kriti o mbu vetë. Je maturant e Sami Froshët, a? Po. Qysh kanë shku qëto 3 vjetë për ty si maturant? Këto 3 vjetë kanë shku për ndryshe si 3 ditë, kanë qenë eksperienca pak krahasueshme, edhe jam shumë krenar dhe jam shumë I gëzuar që ju marrë me një shkollë dhe I kom pas në klasë shoqërinë e tillë. Okej, tregom cilat janë planet e juaja si maturant për të ardhmen. A kem plan me studiu, a kem plan me zhvillu ende vetën? Kismen fakultet, shkenca kompjuterike dhe normal gjithmonë veç për para marsim. Tregom çish më ndjesh sot? Mirë, super, unë jam një maturant I shkollës gjimnazit Sami Froshi. Qysh kanë shku këto 3 vjetë në Sami Froshi? Këto 3 vjetë me tregu drejtën kanë shku shumë shpejt, amo është knaqësi domethënë si për gjithë, edhe për ne është knaqësi shumë që kemi pas mundësinë edhe me ky shkollën e mesme dhe më ose të matur. Besoj se edhe pse ka pas vështirësi të shumta, ka qenë knaqësia më e madhe për me ky shkollën e mesme dhe më ose me qenë maturant. Cilat janë planet tash si maturant? A kime studiu, a kime morë me diçka? Po tash shiko, secili maturant I ka planet e veta. Personalisht kam aspirime për me shku në fakultetin juridik në normal në universitetin. Po avokat, a? Po tash nuk I dihet, ato drejtimet të ndryshme janë aty edhe do ta shohim çako me ardhmë janë apret, domethënë neve edhe ne Mirinia për këtë arsye do të shohim të armën. Mos po do me kandidu për president se këgja do fjallë? Nuk I dihet, mos ha vetë në të armën edhe nëse kandidoj për diçka. Okej, më tregoj, a ke shpenzu shumë për mbrëmje se jo të diskutu ku vetë fundit që përka shumë shpenzime. Si maturant, so ke shpenzu për mbrëmjen e maturës? Po shiko tash, këto shpenzime që I bojnë maturant, edhe nëse janë pak më dhoja, nuk ka problem se është vetë një notë, është një notë speciale, edhe unë personalisht nashta e kam shpenzu pak, po preferoj me fol me numra. Dikun për afërsisht në Shqipëri? Po nashta për afërsisht 1000 dikun. Okej, s'ka ka të shumë, a? Jo, nuk është edhe shumë, apo kupton. A doni me u knotë sonte edhe ako me shoqëru dikush që keni me hy bashkë? Po, e kam edhe shoqën tem, edhe sonte kena me koll krejt. Okej, suksese tutje. Faleminderit shumë edhe juve. Qysh kanë qenë këto 3 vjetë për ty si maturante? Kanë qenë shumë vitet mira, jam kënaq. Qa po pret në të ardhmen? A kime studiu diçka, kime marrë me diçka? Po, kam e shku në arkitektur kismet, qa ta kam e vazhdu. Cila kome që një prej momenteve që kime mojt men shumë gjatë prej shkollës të mesme? Menej që ekskurzionin edhe këto ditë e fundit që në konë. Apo do kësh jashtëzakonisht bukur edhe je një prej vajzave më të veçanta apo do këtë sonte, shumë e thjesht në të njëjtën kohë. Sot ka marrë kohë me u përgatit për mbrëmjet maturës? Jam përgatit vetë, grimim, flokët edhe kriti o mbu vetë, 2-3 orë ma shumë s'kam bu. Okej, fustonin e ke qip? Po, e kam qip. Kemi ndëgju kohët s'fundit shifrat mëdhaja të maturantëve që po përdorim për dukje, ke shpenzu shumë apo jo? Jo, s'kam shpenzu shumë, mas shumë të ka qenë 400-500, po veç fustonis që u bu pak ma shumë. Okej, po ishe edhe kolegët e tjerë që shpo duken, se je njëna pri vajzave që tash po duke shumë thjesht, shumë bukur, edhe grimin e pas ke realizu vetë, kështu që shpo ishe kolegët e tjerë, se më duke se gjithë që nga regullu të frizerkate. Po, mu po më duken që krejt, po duken bukur, edhe se po është diken shtës. Jo, diçka komedica. Tregam, cili ka qenë njëri prej momenteve që kime mojt mend për krejt sa e kun pjesë Sami Froshi? Kur gjë special diçka. Cilat janë planet që e ki si maturant tash të ardhmen? A kime studiu diçka, kime marrë me diçka? Po, besoj, po, kom e vazhdu. Diçka studime, besoj. Okej, qysh e shë këtë gjenerat? Si, me qenë se je dhe ti pjesë e kësaj gjenerate, si e shë? Veç për që ata, besoj që kom gjenerata më e mirë. Ma e mirë, po, a? Normal. Okej, ke shpenzu shumë kohë, ke shpenzu shumë të holla për me u bugot? Jo, diçka bazike. A ke dikon shoqëru se sot ajo? Po, normal. Së rrim vetë, na? Jo. Si
pjesë e Sami Froshit? Mirë, shumë, mirë janë konë, shumë. Cili është një prej momente që kime mojt me në kështu? Po, ka shumë momente edhe tashmë... Ekskurzionin e përmenen shumë? Po, ekskurzioni u konë shumë mirë. A nuk kam bylla i nesh? Jo, kësa here mirë. Tregam, sonte a ki emocione kështu si maturandaj? Po, jo, shumë mirë është, ka pak qështu. Okej, ku e menën vetën të ardhme, na mendë me studiu, diçka menën? Mendoj, po, me shku në fakultet kësmet, në juridik. Vetë ke Sami Froshi, do i kanë më bo avukota, pse bashkë juridikon? Po, profesioni ma i mirë edhe qështu. Okej, të ka morë shumë kohë më përgatit për mbrëmje, apo jo? Jo, shumë, jo. Ke shpëndësua, jo? Mesatarisht, mirë, po. Okej, a kina i shoqëru si sa ta kime i Po, e kam një. A u vënua? Jo, këtu është. Këtu, a?